Ligji për tatimin mbi të ardhurat parashikon zbritje nga baza e tatueshme prej 48.000 lekë në vit për çdo fëmijë në ngarkim të moshës deri 18 vjeç, e përfiton çdo individ pavarësisht nivelit të ardhurave, ndërsa shpenzimet fikse për arsimin me vlerë 100.000 lekë në vit, pavarësisht numrit të fëmijëve, e përfitojnë vetëm individët me të ardhura deri në kufirin e një presje 2 milion lekëve në vit. Në ndryshimet e udhëzimit të ligjit për tatimin mbi të ardhurat, Ministria e Financave sqaron se kompensimin për fëmijët nën 18 vjeç do ta përfitojnë edhe ata individ që kanë qenë të punësuar vetëm për një muaj të vetëm. Prej individëve, tatimi mbi të ardhurat nga paga është paguar çdo muaj për vitin 2025, por zbritja e shpenzimeve për fëmijët nga totali i të ardhurave vjetore të fituara nga punësimi do të bëhet në mars 2026 përmes plotësimit të deklaratës vjetore të ardhurave. Në një çift bashkëshortësh, drejtën për zbritjen e shpenzimeve të fëmijëve në ngarkim dhe për arsimin nëse plotësohet kufiri i të ardhurave e ka antari me të ardhura më të larta vjetore. Pra zbritja e shpenzimeve për fëmijët nga baza vjetore tatueshme nuk përfitohet nga të dy prindërit e fëmijëve në ngarkim, por vetëm ai që ka të ardhurat më të larta të deklaruara. Çdo familje që ka në ngarkim fëmijë në moshën 18 vjeç do të ketë të drejtën që të zbresë nga deklarata individuale vjetore të ardhurave 48.000 lekë për çdo fëmijë. Kjo do të thotë se norma efektive e tatimit që paguhet ulet ndjeshëm. Sipas llogaritjeve paraprake, efekti financiar i kësaj nisme do të jetë 15 milion euro më shumë në buxhetin e familjeve shqiptare.